Pyetja e radhës thotë selam aleikum, a mundesh me na tregu hollësisht për qelimet me ja, s'parashtroj. Në podcastin tem s'ka pyetje fitne. Jo, nuk ka lidhje, nuk është punë e fitness kjo. Këto janë tema të konsumume. Po, dhe me vlu di qelimet. Domethënë na I kemi elaboru, I kemi sharu me zemërgjërsi, me mirë kuptim, domethënë edhe pasojat negative që mund t'i kenë domethënë kjo qasje e këtyre meseleve fetare. Muslimani duhet të qenë besimtar 24/7. Muslimani duhet të qenë praktikues I rregullave fetare 24/7. S'ka musliman sezonal. S'ka musliman me një vepër domethënë pas vdekjes me shtin xhenet. Për musliman kërkohet me jetu si musliman. Me bë punë të mira edhe në fund mos me ja garantu vetvetes xhenetin. E dikush që mundohet me hi domethënë klandestin xhenet, shferc, jetën e ka quaj pa punë të mira, tash me një adhurim të shpikur, të sajuar fetarisht me një xhenet s'ka. Dunjo rrallë vështirë kemi bë me shferc, jo më te Allahu xhelal. S'ka shansa. Bënu muslimani I mirë, zbatoj rregullat fetare të qarta në Kur'an dhe Sunet, do të mjaftojnë ato për me hinë xhenet inshallah taala. Këto të tjerat që janë sajesa, që janë produkt njerëzor, që janë produkt I argumenteve jo të sakta fetare, që janë keq kuptime të rregullave fetare, nuk e ndihmojnë besimtarën me qenë mirë me Allahun, as sa është gjallë, as pas të vdesë. Absolut që ne gjithmonë kena me fol kundër bidatit. Sigurisht, na domodin kena me du me bë çështje se unë që 10-15 vet, 20 vet unë jam xhamat, jam mësuar nga Hoxha Feridi dhe nga ju, Hoxha Bekiri, që mos mu përla me familjar, për çështje apo kupton. Të meseleve fetare. Gjithashtu ne insistojmë domodin që këto debatin për këto mesele mos më shndruen në zënka personale. Po, do. Mirë po, gjithashtu insistojmë që domodin me kuptu fen sakt fetarisht. E para dhe dyta mos me leju asnjë mesele me dëmtu bazën e fesë. Qoftë ajo tauhidi, qoftë ajo raporti me Allahun nëpërmes namazit dhe adhurimeve tjera. Na duhet me kuptu një gjë. Besimtari I mirë është ai I cili nënshtrohet Islamit tërësisht. Nuk përzjedh nga Islami diçka e të lën diçka tjetër. Tjetër është pa mundësisë. Po flas tentativa për shembull për ta amnestuar njëri që sfal gjatë gjithë jetës e ta shtin xhenet me një qelime. Apo me një mevlut. Kështu s'ka. Jo, doshta me thonë që nuk du me I bon podcast tema këto çështje. Me vludi, qelimet, tekfiri, ajkit, që janë mrena muslimanëve, kush do mu qeru, e keni hoxhallah në për xhamie. A tema mi I bon video, fitnë vëllëmes. Jo, domethënë na edhe kur na parashtrojnë neve si pyetje, na nuk I shndrojmë në mejdan beteje. Po thjesht domethënë na sharrim urtësinë e Islamit në kur kërkon ti në shtrohemi urdhnave të Zotit. Edhe urtësinë e Islamit kur I lufton sajesat, bidatet. Këtë duhet me kuptuar se cili musliman. Ajo me bë mejdan beteje, domethënë edhe konflikti. Na do të këshillohemi mes vete, do të debatojmë me fakte argumente, jo të luftojmë njëri tjetrin. Se normalisht armiqt kryesorë të Islamit nuk janë muslimanë. Po da. Sidomos nuk janë muslimanë e devotshëm dhe ignorant. Ata do të më mësu. Ama nuk do të më kontestu devotshmërinë e tyre. Absolutisht. Po armiqtë e Islamit janë armiqtë e Islamit, ata që urrejnë Islamin me urrejtje patologjike, dhe ata që mundohen domethënë mi zhduk muslimanët. Ata janë armiqtë e Islamit, edhe na ndaj atyre duhet me kon domethënë të bashkuar për ta mbrojtur Islamin dhe muslimanët vendet tona. Amin.